Në shtëpinë e bardhë asnjë cep nuk ka mbetur pa shkëlqyer nga dekori i Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri, i cili këtë vit është organizuar me temë "Shtëpia është aty ku është dhe zemra". 10 vullnetarë ndihmuan në zbukurimin e rezidencës presidenciale të presidentit Donald Trump, duke e dekoruar me 51 pemë krishtlindjesh, mbi 213 metra kurora lulesh, me shumë se 2000 vargje dritash, mijëra metra shirita dekorativ, 2800 yje ari dhe mbi 10.000 flutura blu. Zonja e parë Melania Trump përmes një videoje zbuloi dekorimit e reja, një atmosferë që bashkon traditën me elegancën moderne. Dekorimet e këtij viti përfshin dhe portrete të ndërtuara me Lego të presidentit amerikan Donald Trump dhe George Washington, një prej etërve themelues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të ekspozuara në dhomën e gjelbër. Pjesë e zbukurimeve është edhe një pikturë e Trump pas atentatit në Pensilvani. Dhoma akuqe është zbukuruar me mijëra flutura blu, si omazh për nismën e zonjës Trump, të kujdesemi për të ardhmen, e cila mbështet personat që kanë qenë në sistemin e kujdestarisë, pjesë e programit të saj për fëmijë, më i miri. Më shumë se 10.000 flutura dhe janë simboli i transformimit të çdo fëmije që kanë qenë pjesë e këtij programi. Një shtëpi e bardhë prej buke xhenxhefili, një atraksion i vjetër që daton që nga administrata Nixon, është vendosur në dhomën e darkave shtetërore. Ajo paraqet portikun e jugut dhe ofron një pamje të dhomës së verdhë ovale të zbukuruar nga familja Trump. Në dekorime janë përfshirë edhe elementë patriotik në nder të 250 vjetorit të ardhshëm të pavarësisë.